Me fjalën e atij dietare që kishte pasën. Fjalë jo vëllezër që buron nga një zemër që njeh Allahun dhe madhështinë e tij. Ai thonte la tunzuru ila sigari al-ma'siyah walakin unzuru ila 'azamati man ta'sun. Mos e shih vogëlsinë e mëkatit, por shih madhështinë e atij të cilit duke i bërë mëkat. Pra jo vëllezërit e mi, nuk është çështje tek një shishe alkoolit, nuk është çështje tek një shikimi haramit, apo tek një dasmë të cilën ne po e bëjmë, por e madhja është tek ajo që jemi duke i bërë mëkat të madh, që pushteti i qiellit dhe i tokës është në dorën e tij. Ibn Qayyim el-Jauzi rahmetullahi alayhi tha: o biri i Ademit, Allahu xhallahu ala nxori babën tënd nga xheneti për një mëkat. Ku ja ke mësuar ti me gjithë të mëkatet dhe gjunahe që të shkosh në xhenetin e Allahut te bareke ve taala? O ju vëllezërit e mi, e vërteta është ashtu siç tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, të gjithë bitë e Ademit janë mëkatar. Nuk kontestohet asnjëri prej nga mëkatet dhe gjunahet, por ule me kokën para Allahut. Që ditën kur Allahu i ka kryer melekët në ruku dhe në sejdë, po pasha madhërinë e Zotit, po s'ka nevojë Allahu për sejdën dhe rukun tonë. Ne jemi ata që kemi nevojë për këtë sejdë. Ne Allahu na krijoi prej hiçit, ne Allahu na ushqeti në barkun e nanës. Nuk ditëm ti themi Allahut elhamdulillah. Në nxorën e jetës së dunjaj, ende nuk ditëm që ti themi atij elhamdulillah. Uritëm, ende nuk dishim që ti themi atij një herë faleminderit o Zot për gjithë mirësitë që na i ka dhënë subhanahu wa taala. Imagjinoni ju vëllezërit e mi që për çdo ditë ky Zot i Madh xhelalu ala na jep. Për çdo ditë na furnizon. Ne jep frymëmarrje që ndoshta në kohën e koronës e kuptuam se çfarë dhuratë e madhe që ka kjo frymëmarrje, që në çdo sekondë ne pranojmë atë dhe harrojmë përsëri këtij Zoti i themi elhamdulillah.